Një tjetër moment dramatik ka ndodhur në shtëpinë e spektaklit më të ndjekur televiziv Big Brother VIP, ku tensionet mes banorëve kanë arritur kulmin. Pas një debati të fortë dhe emocionesh të shumta, Selin ka marrë një vendim të papritur që ka tronditur jo vetëm banorët brenda shtëpisë, por edhe publikun që ndjek çdo moment të këtij reality show. Gjithçka nisi gjatë një diskutimi të nxehtë mes banorëve, ku në qendër të vëmendjes ishte pikërisht Selin. Ajo u shfaq dukshëm e mërzitur dhe e lodhur nga situatat e fundit brenda shtëpisë. Sipas saj, disa prej banorëve po e shfrytëzonin situatën dhe po përpiqeshin të përfitonin nga emocionet dhe reagimet e saj. Debati u tensionua edhe më shumë kur Selin u përball drejt për drejt me disa nga banorët, duke i akuzuar se po e përdornin për lojë dhe për të krijuar situata që do të tërhiqnin vëmendjen e publikut. Fjalët e saj ishin të drejtë për drejta dhe të forta. Boll më me shfrytëzuar, u shpreh ajo me nervozizëm, duke treguar qartë se kishte arritur në një pikë ku nuk mund të duronte më. Atmosfera në shtëpi u bë menjëherë shumë e rëndë. Disa banorë u përpoqën ta qetësonin situatën dhe ta bindnin Selin që të mos merrte vendime të nxituara. Megjithatë, ajo dukej e vendosur dhe e zhgënjur nga ajo që kishte ndodhur. Sipas saj, eksperienca në shtëpinë e Big Brother VIP nuk po ishte më ajo që kishte pritur në fillim. Ajo theksoi se kishte hyrë në këtë aventurë për të përjetuar diçka ndryshe, për të njohur njerëz të rinj dhe për të ndarë momente të bukura, por situatat e fundit e kishin bërë të ndihej e përdorur dhe e keq kuptuar. Teksa tensioni vazhdonte të rritej, Selin mori një vendim që askush nuk e priste. Ajo u ngrit nga vendi, u drejtua drejt derës së shtëpisë dhe, mes emocioneve të forta, e përplasi derën duke lënë të kuptojë qartë se aventura e saj në këtë reality show kishte marrë fund. Ky moment shkaktoi reagime të shumta mes banorëve. Disa mbetën të habitur dhe nuk e besonin se Selin do të largohej vërtet, ndërsa të tjerë u përpoqen ta ndalonin dhe ta bindnin që të qëndronte edhe pak për të menduar më qetë. Megjithatë, ajo dukej e vendosur për zgjedhjen e saj. Për Selin, situata kishte kaluar kufit dhe ajo nuk dëshironte më të ishte pjesë e një atmosfere që, sipas saj, ishte bërë shumë e rëndë emocionalisht. Edhe publiku në rrjetet sociale reagoi menjëherë pas këtij momenti. Shumë fansa shprehen mbështetje për të, duke thënë se ajo kishte të drejtë të mbronte veten dhe të largohej nëse nuk ndihej mirë në atë ambient. Të tjerë, ndërkohë, u shprehen të surprizuar nga vendimi i saj dhe u pyetën nëse ky largim do të ishte përfundimtar apo nëse mund të kishte ndonjë kthes të papritur në zhvillimet e ardhshme të spektaklit. Momente të tilla dramatike nuk janë të rralla në formatin e Big Brother VIP, ku bashkëjetesa mes banorëve, presioni i lojës dhe emocionet e forta shpesh krijojnë situata të paparashikueshme. Largimi i Selin pritet të ndikojë në dinamikën e shtëpisë dhe në mënyrën se si do të zhvillohen marrëdhëniet mes banorëve të tjerë. Mbetet për t'u parë nëse ky vendim do të mbetet përfundimtar apo nëse do të ketë ndonjë zhvillim tjetër në episodet e ardhshme. Një gjë është e sigurt, momenti kur Selin tha boll më me shfrytëzuat dhe përplasi derën e shtëpisë së Big Brother VIP do të mbetet një nga skenat më të forta dhe më të komentuara të këtij sezoni. Videon e momentit kur Selin largohet nga shtëpia e Big Brother VIP mund ta shikoni më poshtë.